likat. Si do duk starti i fushatës në 4 taboret mu? Përveç simbolikës të quaj këto të vendeve dhe territoreve, unë mendoj që mbrapa saj ka edhe atë pjesën thelpsore që unë do kisha quajtur përfundimi një vitit mbrapsht, nëse bëjmë analogji me atë librin e Kadares, unë kisha quajtur libri viti i humbur. Viti i humbur në kuptimin e të arriturave që ka bo Kosova, në kuptimin politik. Po je i sigurt që po përfundon ky vit? Po, kalendarikisht Jo, politikisht po. Kalendarikisht edhe politikisht besoj që po, për faktin se nëse ju referohemi gjendjes aktuale, Kosova po e përfundon këtë vit, politikisht e përqarë, e thyer edhe me një situatë të tillë ku skena politike mendoj se s'ka qenë asnjëherë më e kontaminuar në çdo aspekt se sa sot. Kuptimi diplomatik kemi ambasadorin këtu, Kosova asnjëherë s'ka qenë më izoluar se sot, dhe në kuptimin ekonomik Kosova asnjëherë s'ka pas një shkallë më të ulët të zhvillimit, edhe me probleme më të mëdha sociale. Prandaj kur ju referohemi këtyre, unë mendoj që partitë politike përveç që ta zgjidhnin simbolikën e vendit ku kanë mbajtur tubimet, më shumë të duhet të ishin të fokusuara te programi, te ajo që thonë edhe te zgjidhja që ofrojnë për probleme të caktuara. Si do duk Mitrovica e vetëvendosjes nisja, LDK-ja në Istog, PDK-ja në Prizren, AK-ja në Prishtinë? Po, ndoshta edhe është mirë pak se janë largu prej Prishtinës, sepse Kosova është edhe jashtë Prishtinës, edhe në pikat pak më larta edhe më periferike, nuk është ndonjë gjë të keqe që është bërë, por nuk do të më keq përdor ato për marketing politik, siç ishte rasti i kësaj urës. Ura keq përdorim për marketing politik thu? Po u bë më shumë për fushat se sa për qëllimin për cilën ishte bërë. Prandaj mendoj se nuk duhet veprimet e caktuara të hyjnë në funksion të interesave qoftë partijake, politike apo atyre të momentit, gjithsesi. Nëse ka keq përdorur politikisht vetëvendosja në pjesën e urës atje, LDK-ja në Istog edhe PDK-ja në Prizren si do duk? Po nëse flasim për gjuhën, atëherë mendoj se kemi dallim të gjuha që përdorin partitë politike, jo vetëm tek hapja e fushatës, por në përgjithësi tek paraqitjet e tyre publike, e që mendoj se gjuha politike që përdorin partitë tek ne është kryesisht si rezultati dy shtyllave kryesore, botkuptimeve ideologjike që kanë këto parti, mbi të cilat janë ndërtuara, mbi të cilat frymojnë konceptet e tyre. Dhe në anën tjetër kemi edhe botkuptimet individuale të individëve që përfaqësojnë atë parti dhe që janë brenda kësaj. Kur këto të dyja i bën bashkë, atëherë padyshim se gjuha politike që përdor subjekti që është në qeveri tani, sepse s'kemi qeveri legjitime, është më ashpër në raport me partitë tjera politike. Te Lidhja Demokratike, me që e di se po insiston aty, mendoj se keni pasur është një gjuhë më e butë, më e argumentuar, nuk ka një gjuhë të ashpër, përveç në raste kur do kush e tepron do të mjallon një boks kështu rrugëse për me kthy në vend, siç ishte ai rasti i fundit. Që kjo gjuhë e Lidhjes Demokratike është jo, nuk është, po ta imponojnë kanjëherë.